Unë jam Adrian Cani. Në të ardhmen në kanalin ton do të bëjmë një serial për jetën në Gjermani. Sot do të flasim për kostet e jetesës dhe në videon e ardhshme do të merrem me pagat në Gjermani. Ju rekomandoj të abonoheni në kanalin ton për të informuar për të gjitha këto gjëra. Ndërsa sot, siç u thash, do t'ju njoftoj me kostet e jetesës, e kostet vërtet janë rritur në veçanti pas inflacionit më të lartë në Gjermani prej luftës së dytë botërore. E më shumti janë rritur çmimet e energjisë dhe ushqimeve. Ndaj shtrohet pyetja, nëse shpenzimet në Gjermani janë shumë të larta, a ja vlen të vini në Gjermani dhe të jetoni këtu? Kështu për shembull, në vitin 2021, shpenzimet e konsumatorëve privat kanë qenë 2623 euro në muaj, siç mund të shihni edhe në këtë grafik. Për vitin 2021 nuk ka ende të dhënat zyrtare, por shpenzimet me siguri që janë rritur shumë, sepse inflacioni ka qenë më shumë se 7%. Dërsa shifrat e shpenzimeve janë mesatare, kështu që edhe ato janë të ndryshme për çdo person. Shpenzimet e konsumatorëve në Gjermani varen shumë edhe nga mallësia e familjes, pra sa antar një familje ka. Shpenzimet mujore për një person janë 1658 euro, ndërsa shpenzimet për një familje me 5 persona janë 4591 euro. Pra, numri i antarëve të familjes ka një ndikim të madh në shpenzime, që mund të shihni në këtë grafik. Grafika tjetër që po e shihni tani tregon shpenzimet sipas përqindjeve. Më shumë të para shpenzohen për vend banim dhe energji, të cilat i përbëjnë 37% të shpenzimeve. Ushqimi, pijet dhe duhani përbëjnë 15%. Për udhëtime, pra për makina apo udhëtime me trena e autobuse, shpenzohen 12%. Shpenzimet për aktivitetet në kohën e lirë janë 10%, ndërsa për veshmbathjen ndahen 4% e tjerë. Paratë e tjera jepen për shpenzimet të tjera të jetës së përditshme. Pra, kur të shikoni të gjitha këto shpenzime, shtrohet pyetja, a ja vlen të jetosh në Gjermani dhe në cilat qytete është jeta më e shtrenjtë? Këtu mund të shihni shifrat e qiras në qytete të ndryshme për 1 metër katror. Ja për shembull, sa për krahasim edhe kostet e jetesës në 2 qytete. Do të krahasojmë një qytet me koste të shtrenjta dhe një me koste të lira mesatare. Këto 2 qytete janë Munichu dhe Erfurti. Do të krahasojmë qiran, të ardhurat mesatare dhe kostet për kopshtin e fëmijëve. Qiraja në Munich për një apartament me 3 dhoma në qendër të qytetit është 2305 euro. Të ardhurat mesatare neto janë 2834 euro. Kostoja për kopshtin e fëmijëve është 706 euro. Ndërsa në Erfurt, qiraja për një apartament të ngjashëm është 825 euro. Të ardhurat mesatare neto janë 1800 euro, e kostoja për kopshtin e fëmijëve është 182 euro. Nga këta 2 shembuj mund të shihni pra se jetesa në Gjermani dallon nga qyteti në qytet. Por mesatarisht shpenzimet vërtet janë shumë të larta. Shpresoj se këto informacione ju kanë ndihmuar të kuptoni se sa janë shpenzimet në Gjermani dhe se ekzistojnë dallime mes qyteteve. Ju faleminderit që po e ndiqni kanalin ton dhe miropafshim.